Vajza i ka 2 prind. Nëse vdes baba, nana trashëgon. Baba i saj me gjas ka vllazën. Vllaznia e tij trashëgojnë. Baba i saj, nëse ka babë e nanë, ata trashëgojnë një pjesë djalit vet. Baba i saj mund të ketë motra, edhe motrat e kanë hisën e vet. Kështu që krejt pastoria nuk i takon qikës. Tjetër sen është që lëshojnë pe motrat, hallat e qikës, motrat e tina, të thënë s'na vynë një vepe, sen s'po na vynë. Pasunia jote le vladit tënë, por ligjërisht kanë hisën te. Në kësa raste, kur vdesi Zoti i shtëpisë, do të me thjerë diken që merr vesh në trashëgimi, edhe me tregu kush ka mbet për antarët familjes, edhe sa kanë pasuni. Dhe ta i tregojnë. E pastaj, a lëshojnë pe, tërhiqen për shembull motrat, a nuk tërhiqen, që të shqiptarë zakonisht motrat tërhiqen nuk marrën hisë dhe vllaznia, zakonisht, por të drejt kanë. Dhe vllaut nuk bën me të hatri, nëse motra thot për du hisën te. Sepse ka dhe Zoti. E qysh ti e kundërshton një dispozit të Zotit. Po jo nuk do me marra, ja, thot ti, ma qëfar? Kuni me që të burra, le të bën burë pasuni vetë. Ate e kom burë, le të bën pasuni, këte e kom vlla, po du me dha hisën te, me hella me se marrë heq. Nera ju rritë. Por tërë, këtë pasunin të vajza, nuk është në regullë e punë është.